Organizata e njohur ndërkombëtare World Justice Project, projekti për drejtësinë botërore, ka publikuar indeksin për sundimin e ligjit për vitin 2025, ku të dhënat për Shqipërinë janë tronditse. Vendi ynë renditet në vendin e 87, ndërsa ka shënuar përkeqësim në të gjithë indikatorët që analizon ky raport, duke rrëzuar përfundimisht reformën në drejtësi, sidomos prokurorinë e posaçme SPAK. Nëse shihen të dhënat e vitit 2015, kur kjo organizatë nisi publikimin e raportit dhe kur Shqipëria nuk kishte miratuar akoma reformën në drejtësi me dhënat e tanishme, evidentohen qartë efektet negative të reformës, të cilat kanë çuar në rritjen e nivelit të korrupsionit, përkeqësim të kufizimit të pushtetit të qeverisë, ndërkohë që të dhënat për drejtësinë penale dhe atë civile janë shokuese. Kështu sa i përket kufizimit në pushtetin e qeverisë, në vitin 2015 Shqipëria renditej në vendin e 52, ndërsa në vitin 2025 në vendin e 105. Sa i përket korrupsionit, Shqipëria renditej në vendin e 78 në vitin 2015, ndërsa në vitin 2025 në vendin e 105. Sa i përket qeverisjes së hapur, në vitin 2015 vendi ynë renditej në vendin e 53, ndërsa këtë vit në vendin e 78. Sa i përket të drejtave themelore, në vitin 2015 Shqipëria renditej në vendin e 48, ndërsa këtë vit në vendin e 68. Sa i përket rendit dhe sigurisë, Shqipëria në vitin 2015 ishte në vendin e 48, ndërsa këtë vit në vendin e 55. Sa i përket zbatimit rregullator, në vitin 2015 vendi ynë renditej në vendin e 86, ndërsa këtë vit në vendin e 111. Sa i përket drejtësisë civile, në vitin 2015 Shqipëria ishte në vendin e 55, ndërsa në vitin 2025 vendi ynë renditej në vendin e 99. Sa i përket drejtësisë penale, në vitin 2015 vendi ynë ishte i 46, ndërsa në vitin 2025 renditet në vendin e 82. Siç shihet, Shqipëria ka shënuar përkeqësim në të gjithë indikatorët, ku në disa prej tyre përkeqësimi është në masë 100%. Për sa i përket korrupsionit, po ashtu jemi në vendin 105, duke u renditur shumë më keq se të gjitha vendet e Europës dhe në një rang me vendet më të varfra në planet. Indeksi publikohet një ditë pas raportimit në kuvent të kreut të SPAK Altin Dumani dhe krerëve të tjerë të institucioneve të drejtësisë, duke dhënë mesazhin e dështimit të reformës në drejtësi.